Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë të deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me ciklin e emisioneve të ecshëm i gjurmët profetike dhe kemi ngelur ke pjesa e 10 tema shenjat e kiametit. Dhe ka përmendur autori Zoti i ruajt hadithin e njohur Dhikru ibn Sayyadin au ibn Sa'idin, për kujtimi i ibn Sayyadit ose ibn Sa'idit, si quhet ndryshe, ku transmeton autori rahimahullah hafidhullahu taala Zoti më shëroft transmetimin e Imam Muslimit në Sahihun e tij nga hadithi an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nga Abdullah bin Mas'udi, Zoti i qoftë i kënaqur me të, transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasallam thot ishte me ne një ditë famararna bi Sibyanin fihim ibn Sayyad. Dhe ishim duke ecur një ditë me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe kaluam pranë një grupi fëmijësh dhe me ta ishte ibn Sayyad. Fa farra Sibyanu wa jalasa ibn Sayyad, të gjithë u larguan, fëmijët vrapuan dhe u larguan dhe ngeli aty pranë thot ibn Sayyadi. Fa kana Rasulullah kariha dhalik, dhe nga pamja ashme duke si kur profeti sallallahu alaihi wasallam e urrejë një gjë të tillë, pra që ky njeri ndeti në kamp. Fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij djaloshi, taribat yadaka tashhadu anna Rasulullah, pra tu thafshin duart. Kjo fjalë përdoresh në gjuhën arabe thjesht për t'i rënë rëndësi diçkaje dhe jo si shenjë mallkimi, dhe i thot tu thafshin duart, a dëshmon se unë jam i dërguari i Zotit? Qala la, tha jo. Qala bel tashhadu anni Rasulullah. Pastaj i tha ibn Sa'di, ndoshta ti duhet të dëshmosh se unë jam i dërguari i Zotit. Fa qala Umar radiyallahu anhu, yani Umar bin Khattab, tha Umeri radiyallahu anhu, i cili ishte pranë me pejgamberin, dharni ya Rasulullah hatta aqtulahu, më lero dërguari i Zotit ta kudas këtë njeri. Fa qala Rasulullah, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që in yakun alladhi tara, in yakun alladhi tara, nëse nuk është ai i cilin ti e shikon apo ti mendon, falan tastatia qatlu, nuk mundesh ta vrasësh atë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i bëri me dije ibn Umerit radhiyallahu anhu që ai ishte ibn Sayyadi, sepse nëse mendon është ai që ti mendon se është dexhal, atëherë ti nuk mund të ta vrasësh atë. Në hadithin tjetër që e transmeton poshtë Imam Muslimi, an Abi Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id radhiyallahu anhu qal, kharajna hujajan umaran, një ditë dolëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për umre ose për hax. Wa ma'ana ibn Sa'idin, dhe me ne ishte ibn Sa'id. Qala fa nazalna manzilan fatafarraqa an-nasu wa baqitu ana wa huwa, dhe zbritëm në një vend thot, dhe njerëzit u shpërndan, gjithsekush të shplodhesh, dhe ndenja unë dhe ibn Sa'idi vetëm të dy. Fastawhashtu minhu wahshatan shadidatan mimma yuqalu alayhi, dhe u zëmrova ndjenja zëmërim të madh thot për shkak të asaj që thuaj thot për të. Wa baqitu ana, tha dhe unë isha me të. Fa qala wa jaa bi mata'ihi fa wada'ahu ma'a mata'i, dhe i mori plaçkat e tij dhe i vuri pram plaçkave të mia. Fa qultu, dhe i thash, inna al-harra shadidun falaw wada'tuhu tahta tilka ash-shajara, pra është vapë e madhe, sikur ti kishe marrë plaçkat e tua dhe ti kishe vënë diku tjetër poshtë asaj pemë atje, sepse po ndajtëm bashkë, pra është shumë vap. Fa fa'ala, dhe e bëri një veprim tillë. Qala fa rufi'at lana ghanamun, dhe aty pranë thot kalojmë pranë nesh thot një tuf dhenç, fa ntalaqa fa jaa bi ussin, fa edhe u largua dhe erdhi me një enë me qumësht dhe më tha ishrab ya Aba Sa'id, pi o Abu Sa'id, pra pi për këtij qumshi. Fa qultu inna al-harra shadidun wal labanu har, është shumë vap dhe qumshi është i ngrohtë, pra nuk e dua. Ma bi illa anni akrahu an ashrab an yadi, nuk isha asgjë thot vetëm se unë urreja të pija nga dora e tij, pra nga dora. Fa qultu, pra e urrente Abu Sa'idi radhiyallahu anhu për shkak të asaj që dëgjonte për këtë njeri, që të pinte nga dora këtij njeriu. Au qala akhudhu min yadi, ose nuk doja të merra nga dora e tij asgjë. Fa qala Abu Sa'id
لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول للناس. Do dëshiroja thotë që të merra një litar dhe ta varja atë aty dhe më pas të varesha për shkak të mbysja vetën, thotë për shkak se asaj që më thoshin njerëzit mua, domethënë se pse rri me atë njeri, ai njeri është i keq e kështu me radhë. Dhe më pas thot men khafi alayhi hadith, më pas thot thumma akhtaniku mimma yaqulu lin-nasi fa qala ya Abu Sa'id, më pas më tha Ibn Sa'id, o Abu Sa'id, man khafi alayhi hadith Rasulullah. Ty nuk të fshihet, pra je i njohur mirë për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ke diturit mira për hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ja ma'shar al-ansar, o ju ansarët e pejgamberit, shokët e profetit, pra ansarët ishin ata që pritën besimtarët në Medinë. Alasta bi'alami an-nasi bi hadith Rasulillah, pra o ju ansar, më falni. Një përtëri e këta markel. Farufiat lana ghanamun, dhe aty pranesh kalon një tuf me dhen, fantalaka faja bi'ussin faqal, dhe u largua dhe mori një enë me qumësh dhe masolli, më tha ishrab, pi o Abu Sa'id. Fakultu inna al-harra shadidun wal labanu har, është vape madhe dhe qumshi është i ngrohtë dhe nuk dua ta pi. Ma bi illa anni akrahu an ashraba an yadihi, unë nuk kisha gjë vetëm se urreja të pija nga dora e tij apo ta merrja nga dora e tij. Faqala Abu Sa'id laqad hamamtu an akhudha hablan, dëshiroja të merra një litar, thot Abu Sa'idi, fa u'alliqahu bi shajarin, dhe ta lidhja atë pas një peme. Thumma akhtanika mimma yaqulu lin-nas, dhe pastaj ta varja veten për shkak të asaj që më thoshin njerëzit duke folur keq apo pse shoqërohesha me të. Dhe më pas thot men khafiya ya Abu Sa'id, më thot o Abu Sa'id, men khafi alayhi hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma khafi alaykum, pra ti je shumë i njohur për hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, rreth hadithit ti, dhe asgjë nuk të zbëre fshet. Pastaj tha ma'shar al-ansar, o ju ansar, alasta min a'lami an-nasi bi hadith Rasulillah, a nuk jeni ju njerëzit më të ditur rreth hadithet e profetit alayhi salatu wasalam? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Dejjalin, fa huwa kafir, ai është pra kafir, wa ana muslimun, kurse unë jam musliman. Wa laysa qad qala Rasulullah, a nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta, huwa aqimun la yulad lahu, pra ai është steril, pra nuk lind, nuk mundi të ketë fëmijë dhe familje. Wa laqad taraktu waladayya bil Madina, kurse unë kam lënë fëmijët e mi në Medinë. Wa laysa qad qala Rasulullah, a nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Dejjalin, la yadkhulu al Madinata wala Makkah, ai nuk do të hyjë në Medinë dhe as në Mekë. وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة, kurse unë erdha nga Medina dhe po shkoj për Mekë. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, më pas tha Abu Saidi, zoti qoftë i kënaqur me të, hatta kitu an a'dhirahu, gati kur dëgjova fjalët e tij, gati sa nuk e arsyetova atë, pra më erdhi keq për të. Thumma qala ma wallahi inni la'arifuhu wa 'arifu mawlidahu wa ayna huwa al'an, mirë po tha Ibn Saidi, unë e di, betohem në Allahun, unë e njoh atë. E njoh vendin e tij të lindjes dhe ku është ai tani. Fa qala Abu Sa'id, atëherë e thash atë Abu Sa'idi, qultu tabban laka sa'ira al-yawm, mallkuar qofsh ti me gjithë ditën tënde, pra të prishte gjithë dita, mos pafsh hajër, pra është një lloj duaje që e bëjnë arabët. Pa transmeton Imam Muslimi rahimahullahu taala, në këtë hadith tregon për një njeri që dyshohej se ishte Ibn Saidi o Ibn Said në një transmetim tjetër, ku një grup i sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam mendonin se ky ishte Dejjali, për këtyre ishte Ibn Mesudi, ishte Ibn Abbasi, ishte Omer ibn Khattabi dhe një grup sahabësh tjerë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë ja mohoi atyre një tillë. Ka shumë mendime ulemash rreth këtij njeriu se kush është, a është bërë musliman apo jo, është penduar apo jo. Por megjithatë Zoti e di më së miri. Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu taala është përpjekur të përmbledhë të gjitha hadithet e kësaj teme dhe ta sqarojë atë. Neve as nuk e pohojmë, as nuk e pohojmë, edhe pse pamja jashme hadithet e tjera tregojnë që ai nuk është Dejjali. Zoti e di më së miri. Lutim Allah dhe i falë gjuna këta gabimet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.